Elhamdulillah. Ibn Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, del një herë me një grup të shokëve të tij, del jashtë Medinës. Ndërkohë, vendosin për të ngrënë ushqim, ulen. Aty pranë kalon një bari me delet e tij. Ibn Omeri i thot bariut, bujrum, hajde pra të hash me ne. Bariu i thot, jam agjërueshëm. Agjërueshëm, thot Ibn Omeri, në këtë ditë kaq të nxehtë. Dhe ky djalosh, pra siç kuptohet prej fjalëve të tij, përgatitem për ditën e gjykimit. Atëherë Ibn Omeri thot, na e shit një dele. Bariu i thot, nuk janë të mijat, janë të zotëriut tim. Ibn Omeri thot, po ku je ti e ku është zotëriu? Thot, na e shit, t'japim parat, t'japim edhe një pjesë ty ta hash për iftar, dhe ati që t'keqe ka, thuaj, ma ka ngrënë ujku. Bariu thot, vazhdon ngre gishtin drejt qiellit dhe thot, fe ejnë Allah, ku është Allahu? Dhe nis e largohet. Ibn Omeri vazhdoi ta përsëriste këtë fjalë, fe ejnë Allah, ku është Allahu? Dhe kur u kthye në Medinë, Ibn Omeri shkoi tek zotëriu i këtij, pra ishte sklav, kjo zotëriu i këtij bariut. Shkoi, e bleu bariun, bleu edhe delet e tij, dhe i tha bariut, je i lirë, dhe këto janë delet pra dhurat, dhe më pas i tha, të ka liruar në këtë dynja ajo fjalë që the, pra ku është Allahu, dhe shpresoj që ajo fjalë të liroj ditën e gjykimit. Kjo ngjarje përmendet tek Sifetus Safua, por ne patjetër nxjerrim mësime prej saj. Mbikëqyrja e të Madhit Zot. Kudo që ti jesh, Allahu i lartësuar të shikon. Dhe në këto ditë Ramazani, ne më së miri edukohemi dhe mësohemi me këtë gjë. Sepse shumë bukur dikush prej nesh mund të jetë brenda në shtëpinë e tij, pra s'ka asnjëri, ushqimi para, pija para, por nuk ha. Pse? Se Allahu më shef. E po duhet ta dish se Zoti i gjatësisë të shikon tek ushqimi, tek pija, por të shikon çdo gjë, të shikon çdo situatë. Dhe mos thuaj që shiko, ke puna për shembull me mashtru, me gënjy, me vjedh, jo. Allahu të shef edhe atje. Imoralitetin, drogën, alkoolin, haramet. Pra besimtari këtë muaj Ramazani duhet mundohet të përpiqet që të jetë më i mirë dhe të mësohet e të edukohet me mbikëqyrjen e Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar më shef. Si në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Lusë Allahun e lartësuar ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.